Besa Luzha është profesioniste në fushën e arsimit, artit dhe kulturës, por po ashtu edhe aktiviste e zëshme shoqërisë që gjithmonë është aty për të ngritur zërin për dukurit negative, por Besa është aty edhe për të bërë gjërat e bukura në prag të festave për ata që kanë nevojë për më shumë dashuri dhe pozitivitet. Prandaj bashkë me artistë të ndryshëm dhurua një koncert të bukur për kauzën Action for Health, solidarizim me fëmijët që trajtohen nga sëmundjet malinje në klinikën e pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Unë kam ndjerën dhe kënaqësinë sot të kem të ftuar këtu në Mekast Besa Luzhën, para se të kaloj të Besa dhe biseda që do ta kemi me plot pozitivitet dhe dashuri, sepse besoj që do të jepen shumë mesazhe të bukura dhe motiv për të tjerët që të bëjnë gjëra të bukura, sidomos në prag të festave. Unë dua të bëj një falënderim për Spitalin Fati Emi, i cili gjendet rrugës për në Çaklavis, atje ku mund të merrni shërbime mjekësore të dëshmuara në shumë dekada, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria emër i dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera të cilat po i klikuat në rrjetet sociale, sigurisht se do të merrni edhe më shumë informacione. E tani kam derën dhe kënaqësinë të kthehem te Besa. Faleminderit që vjen. Faleminderit Paulina për ftesën. Fola për një organizim, për një koncert që thot më shumë se të bërit art, se të performuarit para publikut, sepse bëhet fjalë për një organizim që për qëllim ka të gëzojmë ata që ndoshta janë në rrethana më të pafavorshme për dallim prej neve. Dhe kur flasim për fëmijët, gjithmonë jemi edhe më të ndjeshëm. Pikërisht kjo ishte edhe ajo ndjeshmëria, sepse kjo organizata Action for Health ka disa vite që merret me këtë tematik, vetë Zonjani Zaqete Rukovci, një gazetare me përvojë që drejton organizatën, është vetë mbijetuar nga sëmundja e kancerit, edhe me disa aktivitete të ndryshme gjatë viteve të kaluara, ka ngritur edhe se kështu ndjeshmërinë për këtë temë, por edhe ka arritur që të siguroj mënyra të ndryshme për të ndihmuar pikërisht ata fëmijë që janë në klinikë, për shembull, në bashkëpunim me shkolla të ndryshme digjitale ose të gjuhëve ose kurse të ndryshme, ka ofruar mundësi që ata fëmijë pas trajtimit, për shembull, të kenë mundësi edhe të marrin kurse të ndryshme, të përfitojnë, të zhvillojnë shkallësitë e tyre. Trajtimi i fëmijëve nga sëmundjet malinje nuk nënkupton vetëm anën shëndetësore, fizike, sigurisht që ata në klinik e marrin trajtimin e duhur, por shpesh mbetet te ta dhe stigma, disa nuk kanë dëshirë dhe me tregu, pastaj rehabilitimi, si me thonë, pas trajtimit, reintegrimi në mësim, në shoqëri, është një fazë tjetër që po ashtu ka nevojë për përkraje. Edhe organizata Action for Health ka bërë përpjekje që me aktivitetet të ndryshme ta lehtësoj, themi, edhe këtë fazë, ndonjëherë edhe duke ndihmuar direkt familjet e këtyre fëmijëve me dhe mendim financiare, sigurisht për kushte, për nevoja imediate që ata mund të kenë. Dhe në këtë kontekst, Zonjani Zaqete më kontaktoi dhe më tha, po kemi dëshirë me bëj një koncert festiv në nderem, ose si me thonë, me shënu, ka qenë muji tetorit dërgjësimi, por me që jemi në prag të festave, kishim pas dëshirë që përmes një koncerti festiv me artist, me ngritë çështjen prapë dhe sa do pak me mbledh një shumë simbolike, ndoshta për me i gëzu fëmijët që janë aty. Edhe unë me shumë dëshire e pranova, si me thonë, këtë ftesë, mandej kontaktova me artistët, me kolegët e mi, Zanën, Astritin, Zahatën, edhe Sihana natyrisht nuk mungan fare në këto aktivitete, edhe hartum një program shumë bukur me vepra të kompozitorëve edhe shqiptar edhe botror, edhe pat edhe publik, pat të interesuar, pat edhe njerëz që nuk kanë mund të vinë në koncert, por kanë blerë megjithatë biletën. Pra kjo funksionon kështu që të gjitha të hyrat e nga shitja biletave do të dedikohen për këta fëmijë. Po, ne jemi të shikuar tash edhe pak edhe pas koncertit me mbledh, me shtu shumën, si me thonë, për me mujtë me qenë të mjaftueshme për të gjithë. Me sa më ka thonë Zonjani Zaqet, momentarisht janë diku 22 fëmijë që janë të shtruar në klinikë dhe tash ata gjatë festave shkojnë në shtëpi dhe mbesin vetëm rastet që janë më të rënda duke u trajtu. Diku çdo vit paraqiten 50 deri në 60 raste të reja të fëmijëve, domethënë që prekën. Ndoshta fat i mirë se moshat e reja e kalojnë më lehtë,
Dhe kjo është edhe një thirrje për të gjithë, për prindrit që çdo, si më thon, shenjë, çdo gjendje pak të ndryshuar të fëmijëve me kohë, me mujt me e vrejt, me pas kontrolla sistematike sa ma herët, sa ma shpesh, në mënyrë që me evitu, do të thotë që këto smundje me marë, si më thonë, kahje ma të padëshirueshme. Për fat mirë, edhe në klinikat tona trajtimi bëhet mirë, ka ndonjëherë probleme, mungesa të bana, ato që po i jetojmë çdo ditë. Mirë, po thirrja jonë është që pikërisht edhe pse është momenti festiv, edhe ndoshta kjo kategori ne po e bëjmë, ka shumë kategori që kanë sigurisht nevojë për vëmendje në këtë fund vit, mirë po që ky organizim ka zgjedhë këtë grup me u fokusu, sigurisht që ka dhe organizime të tjera kam pa, ka qenë ai aksioni me superherojt që kanë shku pashtu me Igzu, kështu që besoj që kjo vëmendje sa do simbolike, sa do pak kështu në sasi themi, besoj që i gëzon. Edhe fëmijët edhe familjet. Gjithashtu është edhe një shembull i mirë, sepse unë gjithmonë mendoj se arti nuk është vetëm në funksion të krijimit të një diçkaje që është produkt, le të themi, artistik, i cili i vihet në funksion njerëzve që duan të dëgjojnë varësisht prej preferencave që kanë, por mendoj që është edhe kauzë që mund të shfrytëzohet. Dhe unë me të vërtetë i duar trokas të gjithë ata këngëtarë të cilët edhe kanë kauza të tilla edhe ndoshta iniciativa personale, siç është Yllimani, Tajna dhe të tjera. Më intereson pak ndoshta le të themi edhe një analizë jotja, sepse di shumë mirë që përveç të qenurit artiste je shumë e zëshme edhe në këto çështje sociale, pastaj edhe në të tjera. Sa e rëndësishme është ta integrojmë artin, muzikën, kulturën në të bërit gjëra të bukura dhe të jemi human. Që vetë muzika, për shembull, e ka qatë forcën sepse të emocionant. Njerëzit i ka dërguar luftë. Pikrisht, edhe depërton shumë ma lehtë tek emocionet tona. Do më thonë, edhe nëse nuk jemi profesionist ose diçka, edhe muzikën artistike kur e ndëgjojmë, edhe na prek, po këto që janë kështu me tekst, për shembull këngët, mund të kenë mesazhe shumë të bukura, ndoshta gjeneratës time i kujtohet për shembull kënga We Are the World, mandej Earth Song e Michael Jackson, ka pas shumë iniciativa, do më thonë Bono, këngëtari Bono dhe shumë të tjerë ngritnin fonde për shembull për fëmijët në Afrikë ose për të sëmurët nga AIDS ose për mbrojtje nga ambienti. Kjo do të thonë nuk është një rrugë kështu e patrasuar nga artistët e mëdhej botror. Por ndoshta kemi nevojë që si praktik ta promovojmë në Kosovë edhe me tutje në rajon. Po për shembull kujtohet ka qenë edhe në Kosovë një kohë. Po ndoshta ato ma shumë kanë qenë kështu, kanë pas të natyrës politike, për shembull, kanë mbështet atëherë zotëja Radina i Kurpat shku në Hag për herë të parë dhe këngëtarët organizonin kështu. Po ka pas edhe tani përpara grupe, do të thotë këngëtarëve që të cilët e caktonin një kauzë dhe bënin si më thonë një videoklip ose një diçka që i kushtohej për me ngritë ndjeshmërinë ndaj ndonjë çështje. Por këto aktivitetet që quhen fundraising, ato janë shumë të mira, sepse për shembull koncertet e artistëve që janë me nam edhe që mbledhin shumë adhurues dhe për shembull që kanë bileta, gjithmonë është mirë, mendoj unë, një pjesë për shembull të ardhrave me nda për ndonjë kauzë që ata mendojnë. Ka shumë grupe që kanë nevojë për ndihmën tonë, për shembull, ndoshta edhe fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët e verbër, shumë kategori, gratë, nanat vetushqyse, viktimat e dhunës familje. Mirë po, ato dhe bëhen aksione, shpesh ju e keni parë, domethënë qoftë përmes thirrjeve publike në Facebook, po kur e shton edhe muzikën edhe do thotë aktivitetin, ngjarjen, pranin për shembull e artistëve, si në rastin tonë patëm gjithë këta artistë që janë të skenës artistike dhe si Hana Badivukun, violinistën tonë, është një farë lloj nderimi që i bëhet edhe çështjes, edhe një
forcë më e madhe për me çu mesazhin e duhur, domethënë tek ai grup që dëshiron me u fokusu. Unë i kam pa për shembull edhe këto iniciativat e artistëve të ri tash, të Yllit, Tajnës, edhe të tjerëve që kanë dhuru qoftë bibliotekën, qoftë ndonjëherë njerëzit nuk arrin ndoshta me qenë të vetëdijshëm që shumë pak me dhënë nga vetja për diken është shumë. Sigurisht. Më kujtohet një iniciativë ne patëm përsa kemi qenë në fest në kuadër të aktiviteteve Kosova që duam, një prej grupit që ka pas me punu për grupin e arsimit, ka arrit, domethënë përmes fundraising me e bli një printer i cili ju nevojitej qendrës për të verbrit në pej. Sa e bukur. Edhe domethënë si ata hulumtuesit që punonin për një aktivitet, honorarin e vet, se me thonë, e kanë dhuru, edhe kanë bo matching, tash ka mundësi edhe me internet, me bo, për shembull, në ato aplikacionet ku mundesh me qitë kauzën, me fillu pak, mandej të tjerët me shtu, si më thënë, GoFundMe disa. Kjo është shumë e bukur edhe më ktheve pak mbrapa disa vite më herët, le themi, kur ishte më funksional teatri PS i Stref Begulli, kishte shfaqje të ndryshme në kuadër të organizatave të ndryshme qeveritare që kishin për qëllim, le themi, informimin e masës për trafikimin me qenie njerëzore, dëmet që bëhen nga përdorimi i drogave të ndryshme, dhe këto ju shfaqeshin nxënësve të shkollave të mesme, dhe më kujtohet se kur i shihja ato shfaqje mbante me mendu shumë, edhe pastaj kjo është një prej formave më të mira që arti mund të bëj humanitet, sepse në këtë formë të informon dhe pastaj sigurisht edhe mund të shpëtoj. Patëm edhe tash rastin kur në një aktivitet shumë të madh të këtyre gjigantëve të teknologjisë, Microsoft, duket Bill Gates e të gjithë këta, edhe Andrea Bocelli pati një lloj thirrje, si me thonë që ndani, mos e mbani gjithçka për veti. Ai ka dhënë një shumë të madhe, do thotë për kauza të ndryshme, edhe shumë këngëtar të tjerë artist, më duket edhe tash kjo Taylor Swift që ishte në turne, një shumë të jashtëzakonshme e ndau për ekipin e vet nga të ardhurat. Më duket edhe Dua Lipa ka pas kishte diku 1 milion sa kisha kuptuar, që ka dhuru edhe këndej, don me ndihmu për shembull për fëmijët e Kosovës, ka ndihmuar përmes fondacionit Sunny Hill disa tri që me shku me u zhvillu, prap ka pas gjatë këtij edicioni workshope. Pra ka mundësi. Ka mundësi dhe dëshirë, le të them, në momentin që ekziston dëshira, le të themi, mundësit edhe bëhen. Kur ajo, domethënë, dëshira për me ndihmu, për me nda nga vetja, e kur shoqërohet me art është ma fisnike, edhe është ma e fuqishme, sepse po them që tek shfaqjet për shembull, ke mujt edhe me bisedu për trafikimin, por ndryshe është kur përmes shfaqjes e trajton një temë shumë më e fuqishme. Sigurisht njerëzit të cilët kanë kryer shkollë për me qenë artist e dinë se si ta transmetojnë tek të tjerët dhe si ta bëjnë atë ndikimin e asaj që duan të transmetojmë. Po dua të kthehem pak edhe te disa kauza të tjera. Unë e di që nën patronatin e presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, e keni bërë edhe një tjetër koncert, ka qenë këto me artist besoj prej Kosovës dhe Shqipërisë, kam përshtypjen, dhe të gjitha të hyrat janë dhëruar për qendrën për mbrojtjen e viktimave të trafikimit si nismë simbolike e donacioneve për këtë nismë. Si ka shku përmendoj kjo? Ajo në kuadër të, më duket 2023, patëm bisedu me këtë qendrën, deshtëm me bu një ngjarje, një koncert për me diku në për një kauz, përmes artistëve gra. Se ishte koha marsit ashtu, edhe tham, nuk kemi dëshirë veç thjesht me shënu 8 marsin si një aktivitet për gratë artiste, por ta bashkangjisim edhe një kauz, do më thonë që përmes të ardhurave për biletat, nga biletat për koncertin, por në këto mbrëmjet e muzikës klasike të ardhurat janë vërtet simbolike, sepse biletat ne nuk mund t'i bëjmë, si me thonë, mashtrejtëse në 10 euro. Edhe megjithatë u mblodh një shumë e konsiderueshme, të cilën
e ja dhuruam kësaj qendre, edhe ata ishin shumë të falendëruar se thëshën nuk është problemi veç të hollat, por fakti që gjithë kjo vëmendje, kjo jehon mediale, ju kushtua përmes koncertit prania e zonës presidente, këte patëm bashkë organizu edhe me zonjen Kristali Rama, bashkëshorten e kryetarit të komunës, e cila është e njohur për iniciativat të tilla. Ajo gjithkohon do thotë bën aktivitete të tilla, shkon, mobilizon njerëzit për me pas dëshirë me organizu, me dhuru, edhe ishte shumë një bashkëpunim i mirë. Edhe koncerti në nivel me artistet më të shquara, edhe të Kosovës e të Shqipërisë, pra ajo një farë mënyrë bukuria artistike u vu në funksion për një mesazh, për një kauz të rëndësishme, mandej kemi pas edhe njëherë një organizim tjetër ku përmes një koncerti përsëri në bashkëpunim me zonin Elizabeth Clown, që ishte në zyrën e kryeministit që merret me qendrën që ka themeluar qendrën Azure në fushë Kosovë për komunitetin rom, kishin nevojë diçka për disa fonde për një riparim apo diçka, dhe po ashtu e patëm një koncert në kuadër të ditës së muzikës, më duket, me një organizat tjetër, Foleja, që është promovon të drejtat e komunitetit rom, grave, fëmijëve, vajzave, edhe kështu i bashkuam forcat të gjithë, sollëm programin artistik nga Franca, dy kitarist flamengo, muzik, ftuam njerëzit që përmes biletave edhe me ardhë në koncert me u kënaq, por edhe e shpjeguam, do të thonë që bileta është simbolike, por është për të ndihmuar këtë kauzë, edhe ato mjete hynë shumë në funksion, si më thonë, të qendrës Azure në atë kohë, për ato që kanë pas nevojë momentalisht. Edhe kështu besoj që ka mundësi, posaçërisht këto koncertet që janë me shumë pjesëmarrës, me bileta për shembull që janë me kosto ma të mëdha, që mund të jenë ma fitim prurse. Është mirë, besoj, që me pas një praktik, ku diun e një 2%, 1%, ata vetë sa kanë dëshirë me kontribu. Sigurisht. Me qenë si një praktik kështu e zakonshme që gjithmonë me zgjedh një kauz ose një grup, edhe me dhëm pak nga vetja, le të themi për të gjithë. Pak nga ne, shumë për ta. Sigurisht, edhe kjo me qenë si një moto. Shumë e bukur kjo. Derisa jemi këtu te muzika dhe duke fol për fuqinë e muzikës, po shkojmë pak muzikë, rikthehemi përsëri këtu në studio. U rikthiem përsëri këtu në studion e Mekast në Glam Radio dhe jemi duke biseduar me zonjën Besa Lusha. Deri më tani folëm për fuqinë e muzikës, për të bërë gjëra të mrekullueshme në shërbim të komunitetit. Por Besa, unë di që jeni një zë i le të themi i fuqishëm edhe i problemeve tjera, le të themi që ka kjo shoqëri, jo gjithmonë duke shfrytzuar muzikën për të ndihmuar të tjerët, por edhe duke shfrytzuar zërin tuaj për të folur në drejtim të asaj se si mund të bëjmë më mirë për këtë shoqëri, e sidomos për gratë. Po hymë në 2026. Në sytë tuaj, si janë gratë sot në Kosovë për nga pozicionimi në shoqëri? Do njëherë percepcioni edhe ato që ka shohim në mënyrë të fokusuar dikun, nuk e paraqet pasqyrën e përgjithshme. Për këtë sigurisht nevojiten gjithmonë dhëna të mbledhura, domethënë faktike. Edhe ne në vitin 2022, më duket 2023 veç ka qenë në botim, e patëm bërë një studim për gratë në Kosovë, në kuadër të FES, një studim empirik që do të thotë ka mbledh mendimet, përshtypjet, sigurisht edhe të dhënat nga gratë e Kosovës, me mostër gojja përfaqësuese dikun 1200 gra respondente kanë qenë, me metodologji shumë të saktë, domethënë që tipike përfaqësuese në aspektin e shpërndarjes, domethënë për komuna, moshave, profesioneve, e gjitha këto. Edhe rezultatet nuk kanë qenë shumë të kënaqshme për pozitën e gruas, as në sferën e arsimit,
as në sferën e punësimit, as në sferën e angazhimit politik, po që besa ka qenë edhe pak zhgënjyse edhe pjesa e kohës së lirë. Në aspektin e shëndetit ka qenë pak më mirë puna, është tregu që ka në gratë e Kosovës një vedisim më të madh dhe një kujdes për shëndetin. Këtë kemi se duhet, ata që merren me këto analiza i shohin si dhënat nga shumë burime, edhe mandej i lidhin rezultatet. Për shembull, ne kur e shohim që ka një lloj vëdësimi, mandej e shohim që ka dhe një numër të madh të grave të cilët për shembull bëjnë kontrollat e gjithë ato, dhe kjo e plotson atë të dhënë. Në aspektin e arsimit, sado që ne gjithmonë kështu themi që ma shumë vajzat po shkollohen, ka shumë gra që po studiojnë master, po bëjnë karrierë, po bëjnë studime, kur e sheh numrin, domethënë në përqindje, se ne i shohim disa, por për shembull, nëse më kujtohet sakt, ishte vetëm 2% e grave që janë me doktoraturë. E kjo mandej tregon tash të dush me analizu shkaktarët, dhe ne me ato pyetjet për shembull që kemi bërë, kemi kuptuar që edhe me vlerat për shembull që i caktojmë se çka është më e rëndësishme për ty, dhe përgjigja ka qenë familja, fëmijët, çështje rreth shtëpisë të familjes, dikun tani e 7, 8, 9 shkollimi, punësimi, karriera. Po ashtu në pyetjet për shembull që pse nuk marrin pozita menaxheriale në për kompani, në ngritje, si me thonë, pozitesh ose udhëheqje të ndërmarrjeve, departamenteve të tjera, ato deklarohen që ndonjëherë ndijnë shumë përgjegjësi për pozitën të cilën për shembull peshën e përgjegjësisë që ka pozita, edhe ndonjëherë për shembull përmes përgjegjjeve kuptojmë që për to ajo pozitë nënkupton mandej ma pak kohë për familjen, për fëmijët. Edhe kur e kemi pyet për shembull cilat detyra, cilat aktivitete i bëjnë gratë në shtëpi, ti e sheh që domethënë krejt ato që quhen household chores, këto punët e shtëpisë që themi ne të gjitha pothuajse 90% e tyre, mos me thonë ndoshta 95%, e ma shumë, i bëjnë gratë. Po. Edhe tani ato një mënyrë e frenojnë veten për një angazhim më të madh, edhe pse ne gjithmonë luftojmë domethënë për mundësi, e ndonjëherë si kur është aspekti institucioneve, për shembull, edhe pse ekziston ligji që duhet çdo institucion të ketë një përbërje të barabartë, sipas ligjit për barazi gjinore me 50%, e shohim që edhe ajo shkon me vështirësi, nuk respektohet për shembull kryesia e kuvendit, nuk i ka 50%. Qeveria shpesh nuk i ka 50% të kabinetit burra gra. Partit nuk e ofrojnë listat për shembull me kandidat në përzgjedhje me 50%. Disi mjaftohen me atë 30% që ajo tashmë nuk është aktuale, sepse ajo që ka qenë në një nismë për me i fut brenda gratë në politikë. Po ligji për barazi gjinore është një ligj që është më i lartë në hierarki se sa ligji zgjedhor. Por këtu po du me ndal pak, jemi në kohën kur partitë po japin shumë premtime, unë nuk du me hy në emra se kush ka tek, sepse ne nuk i politizojmë këto temat, por e pash një premtim që m'la shumë përshtypje. Tha, gratë do të kenë rroga të barabarta me burrat, por do të punojnë vetëm 4 orë në ditë, sepse ato duhet të përkushtohen edhe ndaj shtëpisë. Si e komenton këtë? Që ky mentaliteti, prap ajo nuk i heq, si me thonë, detyrat. Pra ti po ja shkurton ditën e punës. A duhet neve një rrogë e barabartë me burrat, por jo një kohë e barabartë e qëndrimit dhe performancës në punë, sepse pastaj sikur ne nuk jemi të barabartë në performancë, nuk mund të jesh e barabartë kur ti do përfundosh për 4 orë dhe një burr do të performojë edhe 4 të tjera. Kemi diskutuar edhe këtë punë ne me ligjet tona, që me thonë me kushtetutën, e barazia është e garantuar, edhe nuk mundet për shembull në një vend pune, në një kompani, gruaja me pas pagën më të vogël, edhe burri me pas pagën më të madhe. Ajo nuk ndodh kështu nominalisht. Meritokraci. Por ndonjëherë për shembull për shkak të këtyre aktiviteteve që po themi, nëse ajo është gradën më e lartë,
e ka pozitën menaxheriale, ati i shtohen ato mëditjet për shembull shtesat edhe në fund në realitet del paga për shembull më e madhe se sa e gruas. Po kështu te na në nominalisht nuk guxon domethënë me pas kontratë për një pozitë të njëjtë, me detyra të njëjta, edhe me ta dhënë ty pagën më të vogël vetëm se e gru. Vetëm se ky premtimi mu kjo bëni me mendu shumë për mendësinë. Krejt këto, shqyqane, nga njëherë njeriu mendon që për shembull nëse ja jep dikujt një 20 euro si shtesë për fëmin, i kryn ma shumë punë, edhe ndonjëherë për shembull njeriu që ka nevojë me të vërtet i kërkon ato, por po e zom disa nuk i kanë nevojën për ato 20 euro. Disa i kanë nevojën për 200 euro. Kështu që duhet me bëni analizë thellë. Çka ka nevojë gratë për shembull që me qenë të lira prej punëve të shtëpisë, tash na s'mund të marrim, si më thon, me i pagu ndimësit ose pastruesit, por një farë me fol për këto tema, me u eduku edhe djemt, burrat e ardhshëm, që aktivitetet duhet me ndërmarrë së bashku, që fëmijët duhet me i rritë dhe me eduku së bashku, duhet me i nda, dhe me thonë gjitha angazhimet, edhe brengat, edhe hallet, edhe përfitimet. Mandej, për shembull, ka nevojë për gratë kanë nevojë për kujdesin ndaj të fëmijëve, me ju liru në mënyrë që me punu. E kemi fjalën për qerdhet. Po e shohim që ndërtimi i qerdheve, domethënë, është shumë problematik, po merr shumë kohë. Atë duhet me bëj zgjidhje tjetër. Qerdhe private ka sa të dush, po janë shtrejta. Për shembull, Prishtina ka bën iniciativë të mirë, deri në kush e ka të ardhurat familjare deri në 500 euro, ka pas mundësi me apliku për domethënë shtesë për me pagu qerdhen për fëmijët. Mirë, po dhe ajo është e pakët, sepse sot për shembull me pagën minimale që është bërë 350 euro, po thuaj se çdo familje 2 veta me punu e kalojnë atë 500-shin. Sigurisht. Kështu që duhet me rrit pragun, ose duhet me mendu për nuk i plotëson kushtet pasaj familjet për të aplikuar dhe është e kot. Mundet me mendu për shembull, nëse janë të ardhurat deri këtu 50% ju paguhet qerdhja, nëse janë për shembull deri në këtë nivel 80%, e kështu me radhë. Sa ma pak me ju pagu krejt, sa ma të mëdhaja po themi të ardhurat, përqindja duke shku duke. Ndimes duke rënë pa. Me këte, për shembull, edhe e plotësojmë aspektin tjetër ligjor tek ligji për arsimin parafillor, ku në ligj e kemi të obligueshme që të gjithë fëmijët e Kosovës duhet të jenë të përfshirë në edukimin parashkollor. Përqindja e fëmijëve që është e përfshirë ka qenë në atë kohë 14%, tash nuk ka ndonjë matje të saktë. Hajde po supozojmë që është rrit ndoshta 20%, 25%. Por synimi edhe sipas këtyre qëllimeve të mileniumit që paraqiten nga organizatat për zhvillim, është që brenda 30 deri në 2030 këto synime të arrihen. Ne duhet të vendosim caqe. Okej, a mundemi s'paku me rrit deri në 50% për fshirjen e fëmijëve? Sepse ajo nuk është vetëm për të mirën e nënës, është edhe për të mirën e fëmijëve. Sigurisht. Për shkak të zhvillimit. Kështu që dhe pastaj të gjithë shoqërisë. Politik nuk duhet më shiku e ndar. Për shembull, trafiku po ashtu e ndihmon familjen, organizimi i lagjës, pra planifikimi urban, ka planifikim me baza gjinore, në kuptimin që kur i planifikon se duhesh me pas parasysh se nevojat të dy gjinive për me mujtë me planifiku mirë si duhet, edhe ndërtimin e një ndërtese, mënyrën, pjertësinë e shkallëve, vendosjen ku janë toaletet, ku është lifti, ku është hyrja. Krejt këto duhet me qenë shumë kështu një farqasje të integruar me pas. Jo me vendos masa vendimet cilat ndoshta në një anë mund të ndihmojnë, në një anë po të lirohet koha me shku në shtëpi dhe me i bo punë. Sigurisht nga puna në punë. Bes, për fund e kam edhe një pyetje tjetër. Për kohë të gjatë në këtë shoqëri i kemi nda punët e burrave dhe të grave. Gratë nuk është se është parapëlqyer që të punojnë, le të themi, si kamarierë, që unë e vlerësoj shumë. Gratë nuk është parapëlqyer që të punojnë në për hotele,
që unë gjithashtu e vlerësoj shumë, sepse mund të jenë menaxhere të mrekullueshme, mund të punojnë në recepcion apo kudo qoftë tjetër. Dhe sot e kam përshtypjen që situata po na ndryshon. Si po e sheh këtë? Tash unë po besoj që nuk ka. Unë një ditë isha, po më shpesh udhtoj në taksi, mbjen gra taksiste, ka qenë shumë e vështirë me hypa në autobus të trafikut urban, po e shoh shoferin grua, u gëzova, thash sa mirë, a ka dhe tjera, tha, duke për momentin jam unë, nuk e di, kështu që nuk ka tabu, normalisht disa detyra që janë më të vështira për aspektin fizik, për shembull në ndërtim ose diçka, ndonjëherë ka dhe gra që punojnë, por më shumë janë për shkak të fizikut, për shkak të forcës, për shkak të ngarkesës, po unë mendoj që çdo punë që bëhet e ndershme, punohet me nder, edhe që sjell të ardhura për familjen, është me rëndësi edhe me vlerë, edhe nuk shikohet, domethënë se a është për burra, a është për gra. Tash më duket që kemi kalu këtë sfidë, si me thonë, të mentalitetit se çka mund të punoj e çka jo. Një grua ndoshta ka, ne tham prap nuk mund të nisemi nga percepcioni jonë, sigurisht ka ende, por është një lloj befasie për njerëzit kur shohin gra të tilla, po. Për gjëra banale, pse ende një mentalitet ekziston që gruaja është, si me thonë, një mjet edhe një pronë e dikujt që duhet me kontrollu dikush, derisa ta çrrënjosim, si me thonë, kjo është puna që atë mentalitet. Ndoshta gjeneratat e vjetra tash s'kemi se si me u kthy, mi eduku, por i edukon ligji, i edukon ndëshkimi. Sigurisht. I edukon dënimi, i edukon një farë lloj stigmatizimi që në këtë rast duhet me qenë i qëllimshëm ndaj personave, domethënë që bëjnë dhunë edhe që kryen aktin më të tmerrshëm, domethënë vrasjen. Unë dje i lexova disa pjesë kështu nga gjykimi tash i këtij rastit për Liridonën, edhe me të vërtet shqetësohet njeriu qysh mundën me ndu njerëzit në mënyrë të tillë. Qysh mundesh me ndaj astekun me armikun tënd. Kjo është ajo shprehja që në të kaluarën është thënë dhe sikur na ka kaluar nga veshët jo shumë e thellë. Këto raste domethënë ekzistojnë gjithkohë edhe në vende të tjera. Por ndëshkueshmëria me burgim të përjetshëm është gjëja e duhur. Ajo që duat sepse ajo është, domethënë, ndëshkim, ndonjëherë edukimi bëhet në shumë mënyra. Kur nuk i ke sjelljet e mira, si më thonë, në funksion edhe me vullnet, të detyron ligji, për shembull, ja po e shohim në trafik, nëse nuk i respekton rregullat, i respekton kur dënosh edhe kur e paguan dënim, nëse kur të merret leja. Prandaj duhet mi përdor shumë këto edhe janë të jashtëzakonshëm këta policistan të rinj, të cilët nuk lëshojnë pe wow, i admiroj, janë shumë. Nuk do të pas tash një problem me policë apo me çka. Jo, faktikisht e pash një policë i cili ja dha një lloj dënimi të merituar dikujt që tentoi me i shkel rregullat e trafikut, edhe ishte e mrekullueshme sepse ta shohësh atë autoritet në rrugë ndaj dikujt që pretendonte se mundet me i shkel të gjitha rregullat. Sa bukur, ky është shteti. Bez faleminderit shumë. Ligji. Fiks, ligji dhe shteti. Faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit shumë për bisedën. Unë kam dëshirë me të falenderoj edhe ty se edhe ti je një zë që i ngrit çështjet dhe temat e rëndësishme edhe në emisionin atje zonat, edhe këtu, edhe vazhdoni kështu edhe gjenerata e re, si me thonë, të gjithë bashkë, edhe burrat, edhe gratë, ne duhet të punojmë për një shoqëri më të mirë, ku respektohen vlerat, ku punojmë të gjithë për zhvillim, për progres të gjithë mbashëm, edhe mandej ato do ta sjellin edhe ngritjen e nivelit të angazhimit edhe të grave në të gjitha sferat e jetës. Kemi punë shumë për të bërë, edhe duhet të punojmë çdo ditë, kështu që ju uroj gjithëve një vit
të mbar, të shëndetshëm edhe frytdhënës në çdo aspekt. Faleminderit shumë Bes, faleminderit edhe për iniciativat që gjithmonë je e gatshme me qenë aty në shërbim të komunitetit përmes artit tënd dhe në anën tjetër edhe përmes zërit tënd të fuqishëm si grua. Ishte kjo një bisedë, një podcast të cilin sigurisht ne gjithmonë e bëjmë këtu me Kast, me qëllim që të japim mesazhin e qartë nga kjo bisedë, që të jemi më human me atë që kemi në dorë, le të japim më shumë nga vetja, nëse përgatitim torte, një copë torte ta japim për dikë, nëse jemi artist, pak nga artist lëkujon ta japim për të tjerët, nëse jemi gazetar, të ndihmojmë në edukimin e masës, nëse jemi mësues, të edukojmë nxënësit tanë e tjerë. Pra të gjithë mund të bëjmë pak për këtë shoqëri, frytet e të cilës do të shihen kur së bashku do të ecim hapa përpara. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim.